deklarata në mbështetje, deklarata të cilat nxjerrin sipërfaqe qëndrimin e zotit Konjufsa lidhur me mbështetjen pra të drejtuesve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, kur tha se ata kanë qenë aleatët dhe bashkëpunëtorët e NATO-s në ato momente kur ka udhëtuar atje edhe personalisht si ministër i jashtëm dhe zëvendës kryeministër për të mbështetur një kaos që është përtej politike, zoti Betyqi, apo jo? Ashtu është, unë e shoh si pozitive edhe deklaratat e fundit e zotit Kurti, por edhe deklaratat e zotit Konjufsa, sepse një kohë kanë heshtur, edhe sidomos zoti Konjufsa, sekretari i parlamentit, bashkë me PDK-n, me LDK-n, me AK-n dhe partitë tjera që kanë qenë pjesë e Kuvendit, nuk e kanë kryer detyrën, është do të jemi realë se nuk e kanë kryer detyrën ashtu si duhet, sepse Kuvendi ka themelu gjykatën edhe Kuvendi ka pas kompetenca që ta mbikëqyr, ta zgjedhë një kompani ndërkombëtare që merret me drejtat e njerëzit dhe ta analizoj procesin. Por këto reagime të zotit Kurti dhe zotit Konjufsa i shoh shumë pozitive që japin një sinjal që gjithë faktorët shqiptarë të jetë më unik, më i bashkuar, kur janë interesat e Kosovës, kur janë interesat kombëtare dhe këtu bashkë me Shqipërinë, bashkë me presidentin Begë dhe bashkë me kryeministin Rama, duhet të shfrytëzojnë gjitha kanalet diplomatike si shtete që të kontribuojnë në drejtësi ndërkombëtare, jo të përzihen në drejtësi ndërkombëtare, se nuk kërkojmë kurrë përzierje direkte. Ndërhyrje në një pushtet tjetër. Në drejtësi, po kërkojmë drejtësi të vërtet ndërkombëtare. Edhe këtu unë e shoh tendencën, si tha dhe Halili dhe Arbeni dhe Xhevdeti, se këtu është investuar shumë nga Rusia, nga aleatët edhe nga Serbia, kuptohet drejt për drejt, po edhe nga Rusia,